Soda e bukës, sekreti që ju shpëton në jetën, trajton dhe kuron këto probleme për moshat mbi 40 vjeç. Soda e bukës është një përbërës i fuqishëm me vlera të shumta. Mund të përdoret për pastrim dhe trajtimin e lëkurës, por edhe për probleme shëndetësore. Ajo është të përdorur zakonisht në rritjen e brumit, por edhe për kuzhinën. Ja disa përdorimet për lëkurën dhe në përditshmëri të sodës së bukës që mund t'ju urinojnë deri në 10 vite, citon Brightside. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë kundër problemit të puçrave. Soda e bukës është një mjet efektiv kundër puçrave të fytyrës dhe të pikave të zeza. Vetëm përgatisni një pastë me pak ujë dhe aplikoni direkt në puçrat e fytyrës. E mbani për disa minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë mbreslënse edhe në rigjenerimin e lëkurës dhe parandalimin e problemeve të saj. Soda e bukës mund të shërbejë gjithashtu edhe si një produkt natyral për të ndihmuar në zbardhjen e dhëmbëve. Soda e bukës e kombinuar me peroksid hidrogjeni mund të ndihmojë në zbardhjen tuaj të dhëmbëve, edhe pse kjo nuk duhet të përdoret më shumë se një herë në javë. Është mjaftueshme që ta aplikohet në këtë mënyrë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse. Soda e bukës është një alternativë me shumë përfitime që mund të ndikojë dukshëm në dhëmbët tuaj, por gjithmonë konsultohuni me ekspertin për të bërë përzgjedhjen e duhur dhe për të evituar kështu dëmtimin e smaltit të dhëmbëve. Soda e bukës mund të largojë erën e keqe nga goja. Nëse vuani nga era e keqe e gojës, vendosni një lugë çaji sot buke në një gotë me ujë dhe i përzieni derisa ajo të tretet e gjitha. Atëherë bëni gargare me këtë përzierje dhe do të eliminoni erën e keqe të gojës. Përgatiteni këtë procedurë dhe çdo javë rezultatet do të jenë edhe më mbreslënse. Era e gojës suaj do të jetë më e lehtë dhe gjithashtu do të keni një vetbesim më të mirë. Mund ta përdorni edhe në shampun e flokëve. Nëse shtoni në shampun e flokëve, atëherë soda e bukës do të ndihmojë që të mbajë flokun dhe skalpin e kokës më të shëndetshëm dhe më të pastër. Vetëm sigurohuni që ta përdorni jo më shumë se një herë në muaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si një alternativë për thonjtë tuaj. Përzieni 3 pjesë të sodës së bukës me 1 pjesë ujë, duke përgatitur një pastë që mund ta aplikoni në thonjtë tuaj. Më pas e shplani atë. Sodën e bukës mund ta përdorni kundër djersitjes. Soda e bukës mund të përdoret për të bërë deodorant natyral. Shtoni disa pika vaj esencial në 4 lugë çaji sodë buke dhe aplikoni atë në sqetullat tuaja dhe kështu do të largoni erën e keqe të tyre. Kështu do të merrni një trajtim përfundimtar lehtësues kundër erës së keqe dhe mbi të gjitha do të siguroni një mbrojtje më të mirë të shëndetshme tuaj. Soda e bukës mund të përdoret si një maskë për fytyrën. Përfshirja e sodës së bukës në rutinat tuaja të kujdesit të fytyrës do ta mbajë atë më të bukur, më të pastër dhe më të shëndetshme, dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike në përditshmërinë suaj. Soda e bukës mund të ndihmojë edhe kundër problemeve të urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se përdorimi i sodës së bukës të tretuar në ujë mund të ndihmojë në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe të eliminojë edhe këto shqetësime. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazave dhe largojnë fryrjen, por nëse doni ta përdorni më parë konsultohuni me ekspertin për të evituar kështu edhe gabimet që mund të bëni në përdorim. Soda e bukës mund të rregullojë pH-in dhe të ndihmojë në një organizëm akoma dhe më të shëndetshëm. Acidi i tepërt në organizëm do të nxjisë shfaqjen e shumë problemeve siç janë osteoporoza, problemet e artritit, të cilat lulëzojnë në një mjedis me aciditet të lartë. Pirja e ujit me sodë buke e balancon pH-in dhe promovon mirëqenien ose ushqen trupin me energji. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve do të shkaktojë shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në gjak dhe në inde, duke ndihmuar shumë në këtë drejtim. Ajo mund të ndihmojë kundër infeksioneve urinare. Uji ose lëngu i borovicës së kuqe me sodë buke rekomandohet kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës do të ulë inflamacionin dhe do të ndihmojë kundër këtyre shqetësimeve. Do të japë më shumë energji dhe gjithashtu më shumë gjallëri.
Nëse kryeni aktivitete të caktuara fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji të cilën mund ta përdorni duke marrë edhe sodën e bukës të tretur në ujë. Kështu do të rrisni edhe nivelin e mineraleve të cilat i duhen trupit tuaj për të marrë më shumë energji gjatë gjithë ditës. Uji i sodës mund të kombinohet gjithashtu edhe me limonin për rezultate më të mira, dhe rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë në vërtet efektive në eliminimin e papastërtive dhe sigurimin e një mirëqenie më të mirë. Vetëm nëse doni ta përdorni atë edhe për tretje dhe lehtësimin e komplikacioneve të brendshme, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar gabimet. Soda e bukës është një produkt shumë i përdorur në kuzhinë, por mund të jetë mjaft efikas edhe për pastrimin e shtëpisë dhe trajtimin e disa problematikave të shëndetit. Ky produkt i thjesht ka kaq shumë përfitime sa që mund të përdoret edhe si një zëvendësues i kimikateve të shtrenjta. Ja disa përfitime që do të merrni nga soda e bukës që mund të ndryshojnë në rutinën tuaj sipas brejtësait. Atë mund të përdorni për pastrimin e thellë të kuzhinës. Soda e bukës është një pastrues natyral që mund të përdoret gjithashtu edhe për pastrimin e sipërfaqeve të kuzhinës, pjatave dhe enëve. Ajo mund të heqë yndyrën dhe njollat e forta. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu për trajtimin e djegjeve. Një përdorim tjetër i njohur i sodës së bukës është që mund të lehtësojë djegjet e vogla të diellit në lëkurë. Thjesht aplikoni një pastë me pak ujë me sodë buke për të zbutur lëkurën dhe për të promovuar gjithashtu një shërim më të shpejtë të saj. Kështu rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë mbreslënse dhe mbi të gjitha do të ndihmojnë në një rigjenerim më të mirë të shëndetit tuaj. Soda e bukës është një alternativë e çmuar që mund të ndihmojë në largimin e erës së keqe të gojës. Soda e bukës është një produkt i shkëlqyer për pastrimin e gojës. Mund të përdoret si një shplarës goje natyrale duke e pastruar atë nga bakteriet dhe duke ndihmuar në freskinë natyrale të saj. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant natyral. Soda e bukës është një pastrues i shkëlqyer për të neutralizuar erën e keqe dhe për të përdorur si deodorant natyral i trupit, duke larguar papastërtitë e tij dhe duke siguruar që të keni një aromë më të mirë të trupit. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe për zbutjen e lëkurës. Për ata të cilët kanë probleme me lëkurën, soda e bukës mund të përdoret si një maskë natyrale për të përmirësuar pamjen e lëkurës dhe për të larguar kështu ndotësit e tyre. Nëse doni të lehtësoni shqetësimet e stomakut, në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu edhe përdorimi i sodës së bukës. Nëse keni një ndjesi të rënduar të stomakut, soda e bukës mund të përdoret për të ndihmuar në neutralizimin e këtyre shqetësimeve. Gjithashtu, soda mund të neutralizojë aciditetin e tepërt dhe të sigurojë një mirëqenie më të mirë të organizmit dhe të shëndetit tuaj. Kështu do të arrini të siguroni një mbrojtje më të mirë dhe do të evitoni komplikacionet. Nëse doni të pastroni shëndetin e flokut, atëherë mund të siguroni përdorimin e sodës së bukës si një alternativë vërtet të çmuar. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu për pastrimin e flokut për të hequr mbeturinat, gjithashtu edhe për të stimuluar shkëlqimin e tyre. Soda e bukës është një nga ato elementë që mund të keni në shtëpi edhe mund ta merrni me përfitimet e tyre mbreslënse. Ky produkt i thjesht mund të ndihmojë në fuqizimin e aspektit të kujdesit tuaj personal dhe të sigurojë gjithashtu një mirëqenie më të çmuar. Përdorime të tilla të sodës së bukës do të bëjnë në vërtet ndryshimin në shëndetin tuaj. Soda e bukës do të ndihmojë në eliminimin e erës së keqe të djersës. Soda e bukës është një produkt natyral ideal për të larguar erën e keqe të djersës. Mund të përdoret edhe si një deodorant natyral i cili mund t'i mbajë sqetullat tuaja më të freskëta për orë të tëra. Për këtë mjafton të përzjeni disa pika të vajit tuaj të preferuar esencial me 4 lugë çaji sodë buke. Vendoseni më pas këtë nën sqetullat tuaja për të eliminuar erërat e këqija dhe për të stimuluar një erë më të mirë të trupit. Soda e bukës është një alternativë e çmuar që mund të ndihmojë shumë në çdo aspekt, por duhet të përdoret gjithashtu edhe si një mënyrë natyrale. Soda e bukës mund të ndihmojë gjithashtu edhe në erën e keqe të thonjve. Nëse doni thonjë të shëndetshëm, atëherë përdoreni sodën e bukës si një prej alternativave më të çmuara në shëndetin tuaj.
Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.